S'mund të jetoj pa nënën. Më falni. Aktoria turke alarmon fansat. Aktoria turke Nilperi Saynkaya ka tronditur ndjekësit me një postim të bërë në rrjetet sociale pak kohë pas humbjes së nënës së saj nga kanceri. Në mesazhin e publikuar ajo shkroi: "Të dashurit e mi, nuk mund të jetoj pa nënën time. Faleminderit për mbështetjen tuaj. Më falni." Ky postim ngjalli frikë të madhe mes fansave, të cilët e interpretuan si një shenjë tentimi për vetvrasje. Pak minuta më vonë, postimi u fshi, por reagimet shpërthyen kudo në media dhe rrjetet sociale. Menaxherja e saj, Onem Gunal, dha sqarime publike duke thënë se Nilperi kishte kaluar 6 muaj të vështirë duke qëndruar pranë nënës së saj deri në momentet e fundit. Ajo theksoi se postimi u bë në një gjendje të rëndë emocionale në pranitë e njerëzve të saj të afërt dhe nuk kishte të bënte me ndonjë veprim konkret për vetë dëmtim. Vetë Nilperi më pas doli me një tjetër reagim duke i qetësuar fansat. Ajo tha se nuk ka menduar kurrë të jap fund jetës, por se dhimbja e humbjes së nënës e ka çuar në një krizë të fortë emocionale. Aktoria konfirmoi se është duke marrë mbështetje psikologjike për të përballuar këtë periudhë të vështirë dhe falenderoi të gjithë ata që i kanë dërguar mesazhe për krahjeje.